kur kemi mrita ajo fusha aty që kanë qenë njerëz, aty që ka me pa, të meri, krejt njerëz shqetësum, njerëz të qajt, njerëz të vdekun bajshin, plaka, nana të lyp ushqim për fëmi, të miri Zotit, loqi gjallë ka qenë, krejt kamt, të meshin në përloq. Shumë trishtim. Sa nana lypja ki për fëmi ushqim, se kom dalë pa kur gjo. Unë për veti kom dalë veç me një torbë, të fëmis që i kom pas, po fatë mirësisht e kom pas fëmiju në ngji, edhe se kom pas qatë problemin e cuslave, seneve, që ato e kom pas një të mirë. Edhe masë e kemi shku me disa bashkë kojshi që kemi shku, edhe kemi bo një farë shatori shumë të vogël, sa për mu, edhe buri tezës, buri tem, ka qenë aji paralizumi smut ka qenë, edhe atia kam bo një ven aty mushtri edhe mu me bebë aty. Edhe mu që ajo dita para aty më ka shku të prit të në kohën, thisha më së për vinë familjarët e me, që kanë metë në luft, edhe më ka shku dita aty i prit ata. Po, si kom pas, kanë ardhë heq. Ata kanë metë këtu në luft, krejt komplet. Pre krejt familjes, veç une, edhe një djali aqës që kemi qenë jashtë Kosovës, krejt kanë qenë Kosovë. Edhe që ashtu më ka shku dita të prit, edhe s'kom guzoft mu qu prej venit, se kom e novë që po vjen a i farë vrullit, diku që shishka dhe po më hup djali, ma se nuk e gjej bebën. Edhe hiç s'kom livrita, dhe ton ditën, ton natën, unë e heq veç e kom aj që shtu e kom gjithë zdi që ka qenë ajo, po më do këtë në torë, për jo mull, edhe kom aj djalin në ndorë, që ashtu hiq pa lëviz. Do me thonë një ditë edhe një natë hiç s'kom lëviz. Se jo më tutë dhe isha po vinë edhe masej se gjej djalin për ma fërflojnë dikun. Po sa qëresh, kur kom dalë në blacë, masej ka qenë gjini nuk mu ka nalë, kom pas me qka me ushqy bebën, po ka qenë krejt ujë gjini, ndoshta pi stresit, ma shumë stresi se ushqyrja. Unë e krejt stresin e kom pas të familjes të emë që ka metë këtu. Djalit po se po që e kom pas me veti, po masej kur mbrive atje, masën e këtynje që kanë metë këtu. Edhe qashtu u bo masën e të nesër më në mëngjezi, masë asaj natës të parë, të merë aty. Zdi që ka me thonë ma keqë. Unë e me një bebë 2 mujshe, e re, shumë e re, 23 vjeqare kom qenë. Edhe krejt, janisi beba, mi u bo sy të zi, hun të zeza, prej tymi që dhelshin se ka qenë ftoft, bike shi pak, edhe mund zi njerë se shumë ftoft ka qenë, edhe që ashtot, pa buk, pa kur gjo, buri ton kohën ata jo ka qenë për mdo këtë një mashtrim që ju ka mbu mi prit do numra, për me pas drejti me dalë prej blacës me një numër. Edhe buri jam ton kohën ka shku atje ka prit të në ren për me marrë qatë numrin, që na me pas drejt kështë me dalë prej atyt. Edhe qështu veshi në gjujshin, ajo një farpamje shumë e trishtu me buk, me një traktor, kurse arë ju gjujshin njerëzve, pritshin njerëz, ajo ju bike në për trop, ju bike në loq, shumë ka qenë pamje trishtuse, sidomos për një nanë tresi une që shemë konë. Edhe qështu mas e erdë nata, edhe i kanë gjetë një thik që e ka pas dikush të shpis me veti, edhe i kanë marrë disa droj, edhe i kanë shpërnda ata do qadra, najlona, s'po di që ka me thonë, ato kanë qenë, edhe i kanë marru një shator pakës ma të madhë, që mi zanë krejt njerë se u bojë shumë ftoft. Edhe kur hyna une me beba të mrena, edhe djali i njësi me qajt, mi u nalë zani, mora me andru teshat, ajo s'mu, shike që veç po dënë me vdek ma prej ftoftit. Edhe kom vendosvi që kom marrë djalin në ndorë, edhe i kom thonë, në qatë ko ka ardë buri të e ndërtu qatë farë shatorin, edhe i kom thonë, unë e po du me dalë, ma nuk ri këto se djali shkaj, se i ma e pat fundin. Edhe kom ri, kom shku, krejt ka qenë loq i gjallë, ajo këtë ngrek e mrena, ajo një farë të përpjedze për me dalë.
aty ka pas njerëz shumë njerëz që të kam prit se cili për të ke me dalë prej. Me njerëz smut, me plaka në për tokë, me fëmijë, me shumë. Edhe aty kanë qenë do ushtarë të Maqedonisë me policinë dhe unë pja bëj njeni tash, unë viç pja bëj me dorë, po do pare lem dalë se kom djalin smut. Edhe ai si duket i pëlqejke ajo, mi thonë unë e diqka, po nuk guxejke ndoshta në masë aty as, po di qa ka qenë problemi. Edhe ton kuve që më shiqajke, ja ndoshta ju kom dhim që kom qenë shumë e reja, s'po di. Edhe ton kuve më ka shiquaj, edhe dikur ja kom bo, o kam vdes beba, sërbeshti kom thonë, edhe ma ka bo hec, edhe më turma mbrapa më kanë shty. Edhe ja kom dhonë djalin burit për me shty se shumë loq, këtë dhe këtu himë në atë farë loqin aty. Edhe dollëm dyqysh. Une me qatë torbën se lëshë isha hecë, dhe qa s'ko me që ka me ndru djalin, këtë kisha sendet aty, edhe më ri me dalin altë. Kur më rim, trishtim, ajo korpa e djalit krejt që orëdzu buri me gjithë thënë në loq, une krejt, po më ri me dalë. Edhe kur më rim në altë aty, me njerë kishë qenë autobus të unisë, si autobusat lokal ka qenë që shtot diqka, edhe drejt në autobus. As dishim ku po shkojmë, 2-3, me një bebë vogël, as kur gjo, ter rruga ka qenë, shumë se kur kemi dalë u konë 12 orë, që ashtu diqka, edhe drejt në qojnë në Dibër.